Selam Hoxh, nëse grindemi me të fejumin shpesh, a është në rregull që ai i thërret prindrit e mi thot pas çdo zënke, për gjëra kot, pastaj i bie pishman. Wa aleikum assalam wa rahmetullah. Thuaj të fejuarit bohu burr, ka thënë Hoxha. Allahu ju dhënt lumturi, Allahu ju dhënt mirëkuptim mes njëri tjetrit. Elu Zotin e gjatësisë që t'ju lehtësoj çdo gjë. Por duhet keni parasysh diçka. Jo për çdo grindje, jo për çdo zënk të vogël, me informu prindrit e vajzës apo prindrit e djalit. Mundohuni që me i te i kalu këto problemet e vogla me njëri tjetrin. Mos me e bo loj, mos me bo 1-2 në telefon prindrit e vajzës apo 1-2 në telefon prindrit e djalit. Gjërat mundohuni me i mbajt mes njëri tjetrit. Dhe te i kalohen. Po ashtu ju këshilloj që me përshpejtu martesën, ose te i zgjat një fejesën, sepse ndejtja larg njëri tjetrit, pra ndodh që ka grindje pra të ndryshme. Prindrit, njerëzit e burrit, njerëzit e bashkëshortes informohen momentin kur, pra është çështje tepër e madhe, çështje tepër serioze. Wa in khiftum shiqaqa bainihima, Allahu i lartësuar thot në Kur'an, nëse i druheni, pra keni frikë ndarjen midis burrit dhe gruas, atëherë dërgoni thot një ndërmjetës nga njerëzit e burrit dhe një ndërmjetës nga njerëzit e gruas, e nëse ata duan paqësim, Allahu ju amundëson marrëveshjen midis tyre. Kështu që çështjet e mëdha, pra është moment për të nda, çështje për të nda, atëherë bojeni, pra kërkoni ndihmë, ose kërkoni pra që të vi një ndihmës prej njerëzve të bashkëshortit, ose pra edhe një ndihmës prej njerëzve të bashkëshortes, pra me rregullu prap. Dhe nuk është çështja 1-2, problemi më i vogël, në telefon 1-2 vajza informon motrën, nënën, gjyshen, hallat, tezet, jo. Se boni loj. Pra ke një problem, mundohu ta zgjidhësh, të ulesh, leri portat e diskutimit hapur mes njëri tjetrit, dhe mundohuni që me rregullu. Dhe problemet e vogla me i te i kalu. Nëse ndodh problemi madh, atëherë, pra kërkohet pra ndërmjetësimi i dikujt, pra prej më të rriturve ndoshta, prej më të mençurve ndoshta, pra si të ruhet familja, si çifti të ecë përpara, si të arrihet mirëkuptim, të ketë mëshirë mes jush, të ketë dashuri, lut Allahun e lartësuar që t'ju lehtësoj çdo gjë. Amin.